E para që keni dalë sot e diell edhe në 5-12, sepse mesazhi i 5-12 është që koha ka ecur dhe koha po shkon. Në emrin të kolegëve të Aleancës, ju falenderojmë edhe përmes jush dëshirojmë që ta dërgojmë mesazhin se me kurtin edhe me vetëvendosin gjatë këtyre 6-7 vjetëve të fundit, Kosova nga një terr energjetik që e kanë marrë, po kalon në terr politik. Ajo që e kemi tepër qartë është se mesazhi edhe simbolika e thëngjillit e çmyrit të Kosovës është se Kosova edhe ma tutje po flan mbi çmyr, po rryma nuk prodhohet këtu dhe dini që edhe një prej pikave kryesore të ofertës 6 pikëshe të Aleancës lidhet me termocentralën e ri të Kosovës që duhet bëhet dhe është e qartë që gjatë këtyre vjetëve rreth 1 milion euro janë ble rrymë në Serbi e vende tjera, e për kësaj ka përfitu askush tjetër përpas mafjas energjetike. Në kohët e fundit, po shohim që punëtorët cilët e humbin jetën bashkë duke nxjerrë këtë çmyr për popullin e Kosovës dhe nuk ka përgjegjësi as politike, as menaxheriale. E tash, nëse gjatë këtyre vjetëve ka përfitu mafia energjetike prej territ energjetik, kush po përfiton prej territ politik? Pra është i njëjti koncept. E kanë pas edhe e kanë mbajtë, e kanë mirë mbajtë, e kanë ushqy terrin energjetik, tash kanë kalu në fazën tjetër që është terr politik. Pra terri politik është bllokimi i institucioneve, terri politik është pamundësimi që institucionet krijohen dhe që qytetarët të jetojnë e të gëzojnë një jetë më të mirë. Ky është aksion krejtësisht simbolik, me simbolikën e thëngjillit, çmyrit, që është vlera jona nëntoksore e për cilën shumë pare po shkojnë në Serbi e në vende tjera, por asesi nuk po investohen në Kosovë. Aktivitetet e tilla simbolike do të vazhdojnë, ato do të rriten në numër e në aktivitet, por se mos harroni ju lutem që nga terri energjetik Kosova po hyn në terr politik për shkak të kurtit edhe të vetëvendosit. Këto janë dy tema që duhet ndahen. E para sa i përket përgjegjësisë e ne e shprehim ngushëllimet tona gjithë punëtorëve që e kanë humbur jetën duke punuar për me na dhënë neve dritë, qytetarëve të Kosovës, për këto duhet përgjegjësi politike e menaxheriale. Pra nuk mund të kalohet kjo temë sikur se s'ka ndodhur asgjë, sikur se ka ndodhur dikon jashtë Kosovës. Ajo është ndërmarrje publike, pra e shtetit, udhëheqet për njerëzve që i cakton qeveria edhe njerëzit e tyre, dhe përgjegjësia politike edhe menaxheriale është direkt këtu ku e kemi derdh edhe çmyrin si shenjë simbolike. Sa i përket termocentralit të ri edhe kapaciteteve të reja, krejt çka po kërkon Aleanca, e që është e vetmja që ka pas projekt edhe më herët, e i cili fatkeqësisht është ndërprer nga po këta pushtetar, është që burimet e Kosovës mu përdor. Nuk ka nevojë Kosova me ble rrymë me miliarda në Serbi e në vende tjera, me met në terr energjetik, ndërsa burimet tona mas më përdor. E keni po, ma let e shesin çmyrin në Maqedoni e pastaj shkojnë e blenë rrymën shumë fish ma shtrejt, sesa që këtë çmyr me përdor për prodhim vendor edhe Kosova mu pavarësu në aspektin energjetik. Ne si Aleancë përfaqësojmë qytetarët, përfaqësojmë kërkesën e interesin e tyre. Mesazhi themelor i këtij aksioni simbolik është me tregu që na e kuptojmë sakt e me detaje se plani i këtyre pushtetarëve uzurpues është nga terri energjetik me kthy në terr politik. E për këto edhe do të vazhdojmë aktivitetet, edhe me një moment caktuar do ta kërkojmë mbështetjen e qytetarëve për këto aktivitete.